Ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Ja ku takojmë në kuzhinën tonë, si gjithmonë trokasim në familjet tuaja, me këto aromat ndjellëse të gatimeve tona, edhe për sot kemi receta të thjeshta, të shpejta për të gjitha zonjat që na ndjekin dhe që janë pozicionuar para ekranit të Report Televizion. Albana duke ka urdhëruar ca copë zamishi pule. Mos më thuaj që do bëjmë atë recetën. Atë recetën tradicionale. Atë që është zoçka të vogla. Krahë të vogla, zoçka. Jo, është komplet pjesët e mishit pulës, po janë prerë në pjesë të vogla, shiko? Gjithçka është. Dhe e kam të shoqëruar oriz me zoçka pilaf me rushtë të thatë. Super. Është një super ushqim. Shumë i mirë. Është një super ushqim. Siç i kam marrë, kam shplar mirë pulën. E kam prerë në pjesë të vogla. Në pjesë të vogla. Në yndyrë me gjalpë dhe pakos fare vaj. Gjë që mua më është bërë. Po mirë, edhe emri në recetë zoçka e kemi vënë, zoçka me pilaf dhe stafide në dialektore, jo zogëzase. Zoçka. Zoçka. Çfarë gaboni zoçka? Oj zogo, je lek me vija, oj zogo. Jo, se do na pyesin çfarë gatoj sot Albana si të zoçka, zoçka me pilaf. Ha qeti për të. Si që kam, shifë, i dham të ngjyrë zoçkave. Direkt, ja, këtu. Dhe pastaj? Dhe pastaj, ja, e kaloj këtu, direkt, qepën. E lë në këtë yndyrë, nuk largoj yndyrën. Kjo pjesa këtu është pjesa më e mirë, sepse krijon atë aromën, janë përqendruar gjitha shihet aty. Po, do të shtoj një pjesë gjalpi. Pi largoj. Tu kam 2 thelpi hudra, gjë që në moment bam i ekzekutoj. Ja, e till edhe nuk e kaloj në pure fare, se s'më duhet pure. Më bën mirë. Tensioni, një gjërat fillojnë. Antibiotik natyral. Kam edhe të që më duron. Jo më? S'është asnjë problem për mua. Të duhen 2 thelpi në çdo ditë. U mora pak, 2 thelpi. Edhe në mëngjes. Sidomos dhe me mjalt. Akoma dhe më mirë. Pudhër me mjalt, fantastike. Shiko. Qep me vaj ulliri, qep të kuqe. Nëse s'do që të smuresh, edhe nëse do që çdo inflamacion, infeksion që ka trupi të kaloj dhe të luftoj, të ndihmoj trupin që të luftoj çdo problem shëndetësor. Ja. I kemi atë në natyrë. Ja, pra dhe unë qepën, sepse na u deshi të përzija qepën, dhe shtoj tek qepa masën e kripës, masën e piperit. Tyre zoçkave ju kemi hedhur krip, apo t'ju shtojmë pak? Dhe stafidet. Ose rrushin e thatë. Vjen i zi, apo i bardhë, si të... Kështu e thyem pak më tepër ngjyrën. I verdi që është sultana, është edhe emri gjyshes time. Ai është më i ëmbël apo ky është më i miri dhe më i duhuri. Por e kam thënë që ne asgjë nuk punojmë në shije. Te kabunia faktikisht i jep një shije pak më të fuqishme. E përzijej derisa në të kundër kur i dojnë ta shtojnë në fund fare, ju shumë mirë, shtoni pak ujë derisa të zbutet rushi i thatë. Po. Dhe orizin. Kaq, receta më të thjeshta. Receta më të thjeshta se kaq nuk ka. Këtu vendos ujin e nxehtë dhe normalisht në 3 gota, në 3 filxhan, pra është masa e këtij filxhanit këtu që kam unë. Në 3 filxhan, unë do të shtoj herë 2. Nëse kemi ato orizin e verdh, normalisht duhen në 2,5. E përzijej mirë. Normalisht do më duhet e gjithë kjo mas kripe. Sepse është e llogaritur që të jetë. Nëse mishit i keni shtuar ujë, krip se tash ujë, hajde. Po ujë do t'i shtojmë të azim, po duam. Nuk do t'i shtojmë, nuk do t'i bëjmë zoçka që t'i jenë të dehura. Qenë kjo autokritika jote në ekran.
ujin e nxehtë. Do të shtoj, nuk e lë që të më marrë ngjyrë, se s'më duhet. Do të shtoj 2 fishin. Ujit. Pak më pak ishte ajo. 3. 4. 5. 6. Mirë, është Tek respektoj filxhani masat. dytë e mbajta i çik dorën. Do ta lëshoj pak tu tani. Mirë se kemi dhe rushin e thatë, kështu që Ja. tek nëse duam atë rezultatin e mirë me ato gropëzat që krijohen në fund fare kur zihen orizi, duhet të respektoj masat, raporti 1:2. Unë, që t'i Furrën lëra e dhe kemi gatimi parangrohur? tjetër, furrën e kam të parangrohur dhe as 1 dhe as 2 e vendos direkt në furrë për të pasur pjekjen e dur. Op, Super. ja. Kështu përfundon dhe kjo recet e parë, së bashku do t'i lexojmë edhe një herë përbërësit që na u deshëm për përgatitjen e kësaj recete, kësaj gatese. Rikthehemi tani të përgatisim një supë. Supë të stinës, me lule lakër, me karota, me selino, erza sigurisht, majdanoz, limon, pakës gjalp, një lugë miell për ta bërë atë më kremoze, për ta lidhur më mirë supën me këta përbërës që unë përmenda. Por më konkretisht e shohim të shkruar recetën, sepse kështu e doni ju dhe ne do t'ju vim patjetër sipas dëshirave tuaja. Shohim recetën e shkruar, supë me lule lakër dhe me mish pule. Do të kemi mish pule gati 200 gram, po aq edhe lule lakër, një karot, 2 lugë gjalp, jo margarin gjalp, 2 lugë miell, lëngu i një limoni, majdanoz edhe selino, krip edhe patjetër piper të zi për të përthithur dhe për të rregulluar shijen e çdo produkti që ne kemi në tryezë. Një lloj gjelle, një lloj supe, një çorbë mund ta quajmë, po ka këto elemente, ngjyrat dhe shijet e sezonit. Që pjesë mishi, sikurse dhe karotën. Kam selinon. Kaluara sërisht. Të prera sikurse dhe karotat. I përziej. Po të dua unë, normalisht kaloj dhe edhe pjesën e bardhë të selinos, se mi jep shije çdo pjesë e një produkti ka shije të veçantë. Normalisht është e njëjta shije, po pak më e theksuar dhe pak më pak e theksuar. Sikurse flasim për hijet e të griset, kuqes, luancat, kështu është edhe produkti. Kam lule lakrën, që normalisht e kam zjerë. Do të shtoj boçat e lule lakrës. Një nga një këtu. E kam zjerë shumë pak, mos pretendoni se e kam thënë vazhdimisht që mua më pëlqejnë që produktet... Kim pak al dente se ruajnë atë strukturën, rreth parë dhe ngjyrën. Dhe kjo familje e kruciferëve, këta e kam mësuar nga Androniti këtë. Po. Të gjitha lakrat, lule lakra, brokoli, lakrat Çfarë vogla. Lakrat me boçe. Po. Dhe tendenca e sotme, nëse duam që të kemi një shëndet optimale dhe të luftojmë qelizat kancerogjene të trupit tonë, kanë dalë këto filizat e kruciferëve, sidomos filizat e brokolit, për shkak të përmbajtjes së sulfuranit që godet qelizat tumoriale të trupit dhe ato mund të rriten edhe vetë në shtëpi. Këto janë dhe në ujë, në hidro, po patjetër, po kanë vite, kanë shumë vite që filizat... Po, në vendin ton
mund Më të thuaj kenë disa 15 familje që i përdorin. Po, ka 15 Mund t'i vjet. përdorin mjek Paktën- të ndryshëm që i rekomandojnë tre pacientët e tyre, për filizat po flasim të brokolit apo të perimeve të tjera, të grurit për shembull, e shumë filizat të tjera, që përdoren ashtu në sallatra. Është e mirë për problemin kundërplakjes. Po. Dhe një ndër problemet më kryesore që është Alzheimer dhe këtu duhet të përdoren mikrofilizat. E kam këtu, shtoj. Krip, op edhe piper. E lë pak, e mbaj pak dorën te kripa, se fundja, në fund fare kur shoh rregullimin e shijes, shtoj. Këtë mas do ta kaloj këtu. Këtë mas. E largoj dhe lë veçantë. Do të shtoj miellin. Opa. Derisa e largoj pak sa, derisa të më marr pak fare ngjyrë. I shtoj, hop, të ndyrë. Dua ujin e nxehtë. Pra, më duhet unë të kem të rashjen e lëngut të supë. Është çorbë. Dallimi i supës, supa është hollë, supa mund të kalohet dhe në filxhan mund të pihet, patjetër. Dhe sidomos janë supat franceze që vinë, që janë ujë të kthjellta duke u shoqëruar me kudët me bukën në kubik, dhe çorbat që faktikisht ka një preardhje nga Azia, janë aziatike, turku e këto me radhë, gjë që janë të trasha dhe nuk e kanë nevojë bukën. Sepse gatuan të tilla të plota, përbërësit lidhen më mirë, shtohet në një lugë miell më shumë. Masën e ujit. Nuk më duhet vezë, sepse nuk po bëj beshamel. Pra duhet të kem këtë masë të duhur. Shoh që derisa të unifikohet dhe të dalin këto këropzat e vogla sikurse te pilafi. E marr dhe direkt e kaloj në. Kjo e plotëson tani, sepse kjo do të përdoret si recet bazë e drekës, kur janë supra të holla, duan dhe diçka tjetër shoqëruese. Se kjo është e plotë. E lë mishin, unë shpiganit. derisa vërtet të kem atë trashjen e duhur. Largoj lëngun e limonit dhe më duhet edhe majdanozi. Majdanozi është për shije në fund fare, jo në fillim. Kam e largoj këtu dhe shtoj lëngun e limonit me hapjen e gishtrinë gjë që kalon kufirin lëngu dhe ngelen bërthamat. Nuk më duhet më shumë sepse rregulloj gjithmonë shije në fund fare. Do të shtoj dhe majdanozin. Në momentin që ne do ta largojmë nga temperatura, do të pikset do të ftohet dhe do të forcohen copsat. Ne do të lëmë si marmalat faktikisht dhe nësa shof Albana mori dhe blenderin e dorës. Patjetër që e mirave është, kur ftohet pak, ne e fillojmë dhe e kalojmë në blender dorë me pjesën tjetër poshtë. Patjetër, sikurse po të duam ne, patjetër e kalojmë edhe tek supa. Gjethet asnjëherë mos i hidhni, mund të jeni për dekoracion, me krip me piper, pra janë si gjethet të skuqura, të shoqërohen në vend të bukës. Ta kam mësuar aparatin unë ty apo jo? Jo. Po hajde, më të bëjmë një kafe, ta ndezim pak ekspresin.
që herë tjetër, unë do marrë tenxhere, do gatuaj, do më bësh kafe. Ekspresion Lavazza Modomio vjen me një sistem unik edhe shumë efikas për të bërë atë kafe në kremoze, aromatike, si që duam ne të ndihemi si kur jemi në një bar italian, në mes të qyteteve më glamur dhe më të bukura. Tani, na ofrohen disa kapsula, si kundër e kemi theksuar her pas here, si pas gjyrave, memorizohen ato edhe në shien ton. Për shembull, shia Lavazza Modomio me shien intensive të kafes. Edhe kjo delikatja. Kjo është foto Qualita Rossa, që është e preferuara e Albanës, dhe unë këtë zgjodha. Fiks të Qualita Rossa për ta shijuar dhe për ta memorizuar edhe ju, nëse doni pastaj që të keni këtë ekspresin, këtë aparatin në zyrën tuaj, në shtëpinë tuaj, patjetër mund të bëni pjesë dhe mund ta shijoni kafen bashkë me bashortin, me familjarët, në mënyrë që, se kam shtypur butonin shumë bukur. Presim derisa të ngrohet pak aparati. Po të shijoja. Kafe të shkurtër, sepse çfarë ndodh? Tek presioni që ushtrohet tek kapsula, tek Michela ose tek ajo 7.6 gram që ka kafe brenda, bëhet një presion i unifikuar në mënyrë të tillë që kafja të dalë e plot. E kremoze, ja shife, ato që thua ti sa aromë e mirë dhe sa shije mirë, kjo është. Pikërisht tek sistemi që ka aparati. Kë shtypen fillim? Butonin që e ndezim aparatin, derisa të pulsoj dhe të ndaloj pulsimi, ne do të presim pak sekonda. Më pas te butona do të zgjedhim se sa kafe duam në filxhanin tonë, duam kafe të shkurtër, kafe të gjatë, ose e vendosim ne përmes këtij butonit që është me kafen deri plot, deri në maj. Ose shumë pak më të holla, po s'ka ashtu domethënë. Jo, s'ka pas. Sqaroj sepse mbas artistat nuk e din këtë gjë dhe prandaj thjesht është tu, gjithçka është e koncentruar. Ja, dhe kjo është shumë interesante. Qualita Oro është shumë shije e mirë, 100% kafe arabike, domethënë janë gati 150, në mos gaboj, më falni, 150 lloje të kafeve që përzgjidhen dhe sillen njësoj si në shtetin. Madje kishim të ftuar një shtetas italian që ende nuk është transmetuar për ta shijuar dhe provuar kafen Lavazza dhe na tha, wow, tha, kjo është kafja që unë e kam shijuar në qytetin tim në Rom. Si thua tani? E shijojmë kafen? Patjetër që po. Do ulemi tek këndi, tek Po divani. kafja është e jote apo imja? Me thënë drejtën për vetë. O vetë për vetë. O të bëjmë 2-3, o të bëjmë gjithë stafit sot, se Kalo me të mira sot. Ne do të shkojmë në publicitet dhe të lumshin duart. Recetat sigurisht të gjitha që kemi gatuar me përbërës, me video, përkatëse të përgatitjes së tyre sipas hapave, ju e dini tashmë kanalin ton Reze Dielli, mjafton të klikoni në YouTube-in ton, të na bëni subscribe dhe të jemi një familje dhe një komunitet i madh aty që shohim gjërat bukura dhe këshilla nga ekspertët tanë. Edhe ty të lumë të goja për sqarimet dhe shpjegimet që jep aq bukur dhe aq bukur. Ty të lumshin duart tani, ka publicitet. Jemi me Liza Gjikën tani. Kjo periudhë është periudha e shigjetarit, kështu që për të gjithë shigjetarët na duhet vëmendje për të marrë disa këshilla specifike astrologjike nga astrologja dhe numerologja jon Liza Gjika. Përshëndetje, jam shumë e lumtur, jam në periudhën time. Edhe ti je shigjetar? Po. Tani do thot dikush që po i bën lëvdata kaq shumë, do ta provojnë gjatë kohës, në fakt. Është periudhë e mirë, është periudhë shumë optimiste, shumë e fortë, mjaft e fuqishme. Në çfarë aspekt? Në të gjitha aspektet. Dashuria do të jetë dinamike. Paraja do të jetë e fortë. Biznesi do lëviz. Domethënë është një motor që vën në lëvizje gjithçka. Kështu që është shans dhe mirësi nëse ke një shigjetar pranë. Ne jo kot të cilësojmë që Jupiteri është planeti i fatit. E pra ne kemi Jupiterin dhe ne jemi ajo pjesë e vogla e fatit që vend të secili. Kështu që shigjetari ka ardhur pikërisht tek ju sot dhe jep mirësirat nga më të mëdhajat. Ju shfrytëzoni mundësitë dhe koha është e shkurtër. Të kuptojmë, ato që kanë ngecur e nuk kanë ecur, kjo është një arsye shumë e madhe për të shpejtuar dhe për të vepruar. Pra, këtu e favorizon kjo periudhë shigjetarin. Pikërisht. Planet që kanë mbetur pezull. Pikërisht, kanë ngjetur pezull ose nuk kanë avancuar, kjo do të jepet shanse dhe mundësi shumë të mira. Dhe siç e tham që vazhdon të jetë në retrograd Jupiteri i vet, janë për të rregulluar dhe për të ardhur shansi i dytë.
themi që, wow, si miku ky shans. Ja pra, shansi 2 të erdhi, shfrytëzohet dhe vjen shumë dinamik. Meqense jemi në periudhën e shigjetarit, mund të më tregosh disa karakteristika të... Atëre, shigjetarët janë të shpejt, të shkathët, edhe në mendime, janë kreativ, janë gjithë një ndimes, nuk kursehen për të dhënë ndihma, janë njerëz të dashur, shumë punëtor dhe shumë nervoz. Nuk do t'ja marrësh për keq, mendimet e tyre edhe veprimet edhe fjalët i kanë shumë të shpejta, i kanë të prera, duken pak të tharta, por dëgjohet deri në fundit. Domethënë, janë mësues shumë të mirë. Dhe aq më tepër dikush që ka më shumë përvojë në jetë, kupton? I jepet, po dhe një shigjetar i ri e tregon veten e vet, edhe një fëmijë e tregon vetë që është shigjetar. Është i prerë, është i shkathët, është i zoti, është gjithë një ndimes, ka shumë me panti, është njeri me shumë ndjenja të fuqishme, më kupton? E vë dhimbjen e tjetrit e konsideron tamam, domethënë është një njeri po shumë i madh. Kështu që është shans. Unë ndjem shumë mirë që jam shigjetari. I ke të gjitha këto karakteristika? Unë i kam të gjitha këto. Ndryshojnë në varësi të ditëve? Jo, i kam që të gjitha këto karakteristika. Edhe lëndohem në fakt, por bëj paqja me veten, them pse duhet të lëndohem. Në fundit, unë u ndodha për ndihmë. Edhe kur s'ma kërkojnë ndihmën, por e pas shumë të arsyeshme. Tjetëri, për shembull, ikën, sot as faleminderit, s'ka gjë. Unë bëj paqja me veten. Unë duhet të punoj. Se dikush thotë që se kam për faleminderit, nuk është mirënjohës. Jo. Ti duhet të jesh mirënjohës për atë që ti bën. Nëse ti e ke bërë këtë gjë, se për diçka, mendimi im është gabim. Absolutisht. Unë e bëj se e ndjeva, as pres asnjë gjë. Se s'lidha në një kontratë, për shembull, falë. Duke qenë se është kjo periudha e shigjetarit, me cilat nga zodiakët e tjerë ka ndërveprime të mira që ndikon më së miri, duke marrë me radhë? Atëre, duke thënë që nëse ne kemi periudhën e shigjetarit, kemi trekëndçin, është trekëndçi Dash, shigjetar dhe Luan. Këta janë që lëvrin më shumë tani. Kanë më shumë forcë, më shumë dinamik, me planet e veta. Domethënë, dielli shkëlqen edhe te këta. Ajo copës e vogël që shkëlqen, i shfrytëzojnë. Është një anë shumë e mirë dhe pozitive. Por dhe nga shenjat e tjera, mund të kenë në hartën e tyre Jupiterin atje ku është shumë dominant, që mund t'i bëj shumë mirë në veprimet e veta. Se do thot dikush që unë jam ujori, më të shlidhe kam unë, për shembull jam që mu bëth kjo gjë. Në hartën tënde, diku të ta kesh Jupiterin, që ty t'jep spunto, t'jep fort, t'jep ide të shkëlqyera, nuk të lë pezull, nuk të bllokon, përkundrazi. T'jep dritë. Dhe shigjetari duhet, shenja më e bukur që mund të shkojë shigjetari, është ujori. Është lidhja ideale me ujorin. Ujori është burim idesh, por është i ngathët në veprime. Është njësoj si kur vemi mbushim gjithë një ujtë e pusi. Pusi ka ujë gjithë një, ne do marrim. Nuk ka forcë për të ikur. Nëse në krah ka një shigjetar, shigjetari i jep forcë. E shtyn e motivon. E shtyn se shigjetari nuk shikon në rrezik. Në qoftë se e tha, e ndërtoi rrugën. Atëre, guximi është gjysma e fitores. Le të kesh pengesa përpara. Do t'i ka përxesh, ti e fillove nismën mirë, s'ka pengesa. Absolutisht. Frika i bën njerëzit, e mendojnë, por pastaj të riqen se në mendjen e vet, nxjerrin gjëmba rrugës. Por atë do gjëmba. Çfarë bëjmë? Do ikim, do çajm. Do ka përcen. Pastaj një sakrificë e tillë, nëse nuk ka gjëmba rrugës, nuk kuptohet dhe nuk ndihet, dhe ti çfarë do tregosh nesër? Nëse kalova një rrugë, ju se kupton se pa mend atë. Dojnë çik adrenalinë. Kështu që do pak forcë, dojnë çik ngacmime, do pengesa, dhe këto të bëjnë akoma më me përvojë, më të zotin dhe më të fuqishëm. Pra, shigjetar ujor, një lidhje shumë e fuqishme, ideale për këtë periudhë. Shigjetari shkon edhe me këto shenjat e tjera. Shigjetari është i ndryshueshëm. Nga trekëndçi që kemi zjarrit, trekëndçi ujit, trekëndçi tokës dhe trekëndçi ajrit, njëra nga këto është e ndryshueshme. E ndryshueshme është shigjetari te zjarri, meqense jemi te shigjetari. Te toka është virgjëresha, e ndryshueshme. Tek ajri është binjakët të ndryshueshëm. Tek ku e kemi? Te uji të ndryshueshëm kemi peshkit. Më kupton? Të gjitha këta shkojnë mirë me njëri tjetrin. Do më thënë gjënë gjunë e përbashkët. Më kupton, është një lidhje shumë e bukur, është shumë interesante që është e drejta. Astrologjia është shumë e bukur dhe ka gjëra shumë të bukura. Dhe kur ndërthuret edhe me numrat, të kuptojemi. Sigurisht është pikë shumë referuese e duhur. Datëlindjet tona janë kode. Ajo e para flet për shpirtin tënd dhe numri fundit që del, e kthejmë dhe atë një shifror, është për të ardhmen tonë. Dhe nëse ne duam të ndërtojmë diçka të bukur në jetën tonë,
do presim të kohën. Cila është koha? Pra, është koha me përshtatshme në dimër, kemi shigjetarin, periudhën vetëm të shigjetarit. Bëj veprime. Të gjitha sukseset i referohen kësaj periudhe. Në të gjitha anët. Në të gjitha anët. Shkruaj vitin, shkruaj datën tënde dhe prit momentin e një date që tjetë të tërat jenë harmonike. Për shembull data 2025, ai supozojmë jemi në fund. Del një 9 apo jo? Atëherë çfarë duhet të zgjedh? Duhet të zgjedh datën 8. Çfarë date mund të jem unë? Mund të jem data 7. Domethënë 7, 8, 9, kjo është harmoni, vepro. Dhe pra, në mënyrë harmonike. Në mënyrë harmonike, nëse këto janë harmonike, njësh me natyrën. Bukur. Ti shikojmë pak se si do të ndikohen dhe shenjat e tjera, për shembull me dashin, demi të themi diçka për secilin prej tyre, sepse kuptuam se si ishte kjo periudhë për shigjetarin, duke qenë se është në periudhën e vet më të mirë, edhe është muaji vet. Bashkëveprimin që ka me ujorin dhe me shenjat e tjera, tani të shohim dashin si do të jetë kjo periudhë. Kur vjen shigjetari, të gjitha këto shlirohen. Ndjejnë me të vërtet sikur është diçka magjike. Edhe pengesat që kanë një flakin tutje, domethënë nuk i quaj, minimizohen brenda vetes. Nuk kemi të ngrysur më, siç ishin për shembull te periudha e akrepit në fund, që e nisën bukur dhe në fund na ran gjithë ato problematika. Këto janë më të kapërzyeshme, këto janë më të forta. Këto i bëjnë njerëzit të gjitha shenjat që të ndjehen më bukur, të flasin më lirshëm, të veprojnë më lirshëm. Kështu që dhe shenja e dashit që është aktive, në fakt, se aty është nisma që fillojmë, e bëjnë dashin që ti hedhi poshtë të gjitha ato që ka mendoj, ose mund mos i harroj, mos i kujtoj fare, por të bëj një nisëm të re, dhe e merr me shumë guxim. Domethënë, periudha e shigjetarit ju jep njerëzve një guxim të jashtëzakonshëm dhe bëjnë veprime, pavarësisht që ajo mund të zgjasë disa, por në fund të fundit, gjatë kohës së dimrit, ne kemi dhe periudhën e marsit që mund t'i përfundosh gjërat. Domethënë, është një periudhë e shkurtër, 3 mujore, më kupton? Kështu që i përfundon gjërat. Jenë periudha shumë të mira. Kjo u jep shenjë, domethënë forcë, i jep demit që është një tokës me problematikat e veta, në raportet e tyre, në anë të biznesit, i jep spunto, shlirohen, është njësoj si kur ke ngarkuar një shark të rënd plot me ujë, e më në fund të heq atë dhe të pe një diell. E në diell çfarë do bësh? Do fillosh të shkrifesh. Po dhe një të gjë kemi edhe binjakët që fluturojnë, domethënë është një periudhë fluturimi, është një periudhë komunikimi shumë e bukur, gjejmë mënyrën e të folurit shumë mirë, meqense janë dhe elementa të ndryshueshëm dhe vjen në favor të shigjetarit që janë prapë të ndryshueshëm, gjejnë degëzime dhe rrugë të shkurtra dhe shumë të bukura për të realizuar disa qëllimet e tyre. Mund të kenë edhe udhëtime, se shigjetari si parim ka udhëtimet që i bën shumë mirë këtë periudhë. Domethënë e ngop me oksigjen, me ide të reja, me gjëra të reja dhe shëtitja i bën mirë të tëra këtyre shenjave që janë më tepër të ndryshueshme, që është e drejta. Një ajër i ri dhe një atmosferë e re, apo një klim tjetër. Kështu që futemi te gaforia që është e mbyllur në guaskën e vet, kjo është një periudhë shumë e bukur. To shikosh gafore do janë rreth shigjetarëve këtë periudhë për të marrë forcë. Është fuqia magnetike që vjen rreth shigjetarit për të marrë këtë spunto. Edhe për të marrë këto benefite, shigjetari si i pakursyer që është, i jep me shpirt të gjitha këto. Lum ata që i ka pranë dhe lum ata që e dëgjojnë. E kupton se shumë flasësh, po varet kush dëgjon. Po, varet dhe sa përballje merr ato që ke përballë. Kështu që kemi dhe luanët, të cilët janë vetë të shtjelluar tani në këtë periudhë, dhe tash 3 këndsh i tyre, që dhe ata vrapojnë, që është e drejta, pavarësisht që nuk vrapojnë shumë shpejt, po vrapojnë. E shikojmë që vrapojnë, e shikojmë që rregullojnë disa gjëra që kishin për gabim. Është një mundësi e artë për të rregulluar disa defekte, disa komunikime që kanë qenë të ashpra edhe të mërzitshme, por e shikojmë që zbuten, ulen, mase nuk kërkojnë falje, se janë kryeneç, e kupton? Por mënyra e të folurit është që kanë rënë, totalisht. Dhe tjetri kuptohet kjo punë. Mos preso njëri që më fal, nuk të thot më fal. Këto shenjat e forta nuk të thot më fal. E kupton? Po veprimet e tyre, po tani duhet mësuar që në fillim ajo punë. Ne flasim për sistemin që jemi. Për sistemin që jemi. Arsyeja. Futemi te peshorja. Te Virgjeresha. Virgjeresha që thamë që është ndryshueshme, është me kapërzime shumë të mira, puna profesionale jetën aq mirë se kejde. Tani do t'i vinë oferta shumë të mëdha dhe shumë të mira. Virgjeresha është një element që e do dhe punën, po shikon dhe ekonominë. Domethënë, gjithnjë anon nga ajo punë dhe bën një plan projekt. Kjo është një aftësi e saj. Analizën ajo e bën në mënyrë më të shpejtë, me rekorde.
Domethënë që e nxjerrë në kohë reale. Kështu që kemi një virgjëresh që fluturon dhe me udhëtime shumë të mëdha për bizneset e veta, ose për kurse, seminare që janë këto, për të ditur, për të mësuar, për eksperiencat e veta. Kjo është një anë shumë i mirë, pavarësisht që ka disa pengesat nga tëresa të vogla nga familja e vetë. Mund ta ketë dhe nga familja e madhe, por jo se nuk ka përgjegjësi, nga do që të vej e ka dhe këtë lloj përgjegjësie, më kupton? Por ndihet happy, nuk është se, e kupton, i minimizon disa gjëra ose i ndan. Ka bërë disa racionime, e kupton, dhe rrugën e saj e do gjithë një të pastër, mori funda e punë. I ka përzën shumë kollaj. Ato i futemi të peshorja. Peshorja është pak të ekuilibri. Është pak e dytëzuar, si gjithmonë vjen e dytëzuar. Pavarësisht që ndihet e gëzueshme, do japi gjërat e mira e ku ta diun, por do e fus një gjë se nuk rri dot, se mund ta anoj shpurta gjithë një këtej, se i ka shtrëmër. Kështu që do e fus edhe një gjë tjetër. Gjithsesi ndodhet në pozicione shumë të mira. Megjithëse ajo i jep në mënyrë paralele të dyja veprimet, si të mirën dhe të keqen. E kupton? Por të dyja këto janë për interesat e veta, jo për interesat e të tjerëve. Domethënë gjithnjë lufton për interesat e veta, për ta ndërtuar atë sa më mirë brenda vetes. Dhe ajo pjesa e keqe është që e mendon me frikë dhe me ankth. Jo se vepron, po e mendon. Domethënë bën balancim në këto forma. Këna e mira bën veprime dhe mendimin e ka të frikshëm edhe ankthin, pa sigurin, do me thënë këtu. E kupton, por gjithsesi ecën, është një metodë e re që mund ta fusim në jetën e vet. Po. Tip strategjie. Akrepi. Atëre, kemi akrepin të cilët kanë pasur disa goditje të forta periudhën e parë, edhe të fundit, po shikojmë që janë më të zbutur, më të përqendruar, ndoshta dikush e ka ndjerë gafën apo veprimet që ka bërë dhe mund të heshtë pa zë, pa kërkuar në një zvaritje, se nuk janë tipa që zvariten, por që e shikojmë më të shtruar, më të qetë. Disa mund t'i kenë këputur totalisht këto gjëra dhe fillon një jetë të re, do me thënë, e kupton pavarësisht pengjeve që mund të ketë pasur, apo pse doli, për shembull kjo, e kupton, nuk ja fal vetes, do me thënë, që ka humbur strategjinë. Por shikojmë që ndërton një strategji tjetër të re, një mënyrë shumë të bukur, por mund të kemi edhe kthime nga e kaluara atje ku ishim. E kupton, kjo është një egoizëm i tyre që mund të eci përpara. Kalojmë tek shigjetarin dhe ne tham shigjetarin. Shigjetarin e kemi si është periudha më e mirë. Më e bukur e tij. Pricjapi. Atëherë kemi Pricjapin. Pricjapi është regulator të ekonomia. Disa plane, dikush mendon për shtëpi. Është koha për të bërë këto shtëpi. O do bëj themelet, o marr vendime. Dhe nëse i ke bërë themelet në këtë muaj, do të thotë ti do ecësh. Nëse ti nuk i ke bërë dhe ke një plan lëre në mars, se s'ke kohë. E kupton? Pricjapi është një shenjë shumë e mirë, punëtore shumë të zotë, por atë që ndërton vetë fort, me shumë sakrifica, me shumë pengesa, atë shkatron për 1 minutë. Janë shumë të rrezikshëm në vetveten e vet. Më kupton, janë shumë kokë ngjeshur, nuk mbushet mendja kollaj, edhe nga inati i shkatrojnë të gjitha. Kështu që janë shumë të mirë, ti mbash shumë afër, e duan shumë lekun, që është e drejta. Dhe kjo është një periudhë që ata korin para. Do t'u vinë disa lek. Do vino një peshqesh, do vino një trashëgimni, mund të vi diçka, do me thënë, benefit. Është fati tyre. Nuk e di mënyra se si. Do me thënë, universi mendon shumë mirë për këta. Kështu që vendosni çfarë duhet të bëni. Dhe kjo është një periudhë shumë e bukur për të bërë fillimin. Po bëre fillimin, tani gjeni dhe kohën, mënyrën, çfarë datë ke, personi që do të është një mbyllje, mund të jetë një fillim. Po patjetër, është shumë i bukur për ta. E kupton sepse është një kohë shumë e bukur tani që u jepet një mundësi e jashtëzakonshme. Kalojmë tek ujori. Kalojmë te ujori. Ujorin e shikojmë shumë optimist, ndjehet shumë mirë. Periudha e shigjetarit i shliron edhe ujorët në mënyrë perfekte, u jep udhëtime shumë të mira. Mund të jenë udhëtime biznesi, por mund të jenë udhëtime edhe familjare shumë të këndshme. Më kupton, ndjen shumë happy, dikush mund të presi edhe antar të rinj. Këta janë tipa që kërkojnë shumë paqe në jetë, ju pëlqen kjo ide dhe gjithnjë janë regulator të gjërave dhe kjo është një mundësi për t'i dhënë, dikush mund të merret me organizata shumë të mira për këshilla, për paqe, për si quhen, adoptojnë kafsh, e kupton, domethënë mund të bëjnë propaganda të tilla. Janë elementa, është një periudhë shumë e bukur e tyre për të shpalosur dijet, mundësitë dhe aftësitë. Dhe shenja e fundit? Shenja e fundit peshqit që futet tek të ndryshueshmit dhe ai ka peshqit kanë edhe Jupiterin brenda. Ndihen shumë happy, ndihen shumë mirë, ndihen shumë të fuqishëm, ju pëlqejnë të shetisin, bëjnë një komando, domethënë
marrin një fuqi në vetë dhe një zotrim në vetë. E përjetojnë të periudhën e fundit të vitit? Shumë të bukur e përjetojnë dhe ndihen shumë mirë. Janë njerëz që ju pëlqen shumë dhe ngjyrat, mundoni t'i vishni ngjyrat janë shumë të bukura në dimër. Atëre, peshqit kanë shumë bukur ngjyrat bam, ajo do t'i japi shumë energji këtë periudhë, me ngjyrat e ndezura bam që ju pëlqen, dhe udhëtimet do t'jenë shumë të këndshme. Dhe raportet brenda në çift do t'jenë shumë të buta, sepse ju pëlqen të udhtojnë. Edhe gjithë propaganda është udhëtimi apo tenismat e reja. Apo tenismat e reja. Kështu. Të lumt goja. I thash për të gjitha, kështu që shigjetari është në periudhë të shkëlqyer me të gjithë organizatën e vet, me gjithë zodiakët e vet. Në të gjitha fushat dhe drejtimet. Padyshim që është në periudhën e vet, në muajin e vet. Domosdoshmë që do të ndikojë më së miri në të gjitha planet që ai ka. Si fillim po, nuk e di më mbrapa, nuk i themi. Do t'i themi në ditët dhe në javët në vazhdim se si shenjat se cila e mbyll vitin. Fund viti është një përjetim më vetë, është një reflektim më vetë, kështu që edhe në aspektin astrologjik patjetër kemi shumë për të thënë, do të jemi sërish me Lizën në ditët dhe javët në vazhdim. Faleminderit Liza, të uroj javë të mbarë. Mirë se erdhët të dashur miq, në këtë hapësirë unë kam nderin dhe kënaqësinë të kem një figurë të njohur, një figurë të madhe, të vyer, një zë të fuqishëm të agronomisë shqiptare. Ai është profesor doktor Petraqi Lollari, një emër që prej më shumë se gjysmë shekulli ka qenë gur themeli në zhvillimin e pemtarisë, ullishtarisë dhe bujqësisë shqiptare. Në vitet e vështira të së kaluarës, profesor Petraqi ishte modeli i specialistit stoik dhe për hir të vërtetës i pandikuar nga dogmat e kohës, i përkushtuar vetëm ndaj shkencës, praktikës dhe dijes, profesor Petraqi ka qenë gjithmonë aty ku duhej, në auditor me studentët, në ngastra eksperimentale, në vreshta, në fshatra dhe ekonomi bujqësore, duke sjell dije të thellë dhe duke inspiruar brez pas brezi profesionistë. Edhe sot, në moshën 90 vjeçare, profesor Petraqi mbetet një mendje e kthjellët, një burim dije i çmuar dhe pjesë aktive e Këshillit të Urtëve, pranë Ministrisë së Bujqësisë, në një kohë kur bujqësia shqiptare për hir të vërtetës po përballet me sfida dhe me një potencial të jashtëzakonshëm, përvoja e profesor Petraqit është më e vyer se kur. Ndaj sot unë e kam ftuar për të folur pikërisht për një jetë të tërë, 70 vite në fushën e agronomisë shqiptare. 70 vite me motocikletën e tij Java, për miq që kujtojnë dhe që unë i kam pyetur, ai ka bredhur ullishte më ullishte dhe mësova se ka mbjell gati 500.000 rrënj ullinsh edhe vreshtarish. Profesor, një hyrje modeste që nuk krahasohet fare me kontributin tuaj të çmuar në këto 70 vite. Mirë se erdhët në Rrezet Dielli. Mirë se vjej. Kënaqësi. Tani më thuaj pak, çfarë do thot për ju 70 vite në fushën e agronomisë dhe bujqësisë shqiptare? Agronomia është një shkencë dhe një veprimtari shoqërore historikisht themeli i progresit. Ndër të mirat që ka pasur agronomia për jetën e shoqërisë, është e rëndësishme se shumica e studiusve të ullishtarisë që në kohët e lashta, në antikitet, të paktën të dhënat nga shekulli 8-9-10, para epokës së re, flasin për një zhvillim të paparë të ullishtarisë në pellgun e Mesdheut, ku është dhe vatra e civilizimit. Herodoti pikërisht këtij pellgu i orientohet kur jep një përkufizim shumë interesant. Popujt dollën nga barbaria kur mësuan të bëjnë verë dhe vaj. Pra, vera dhe vaj janë... Ishte vera dhe vaj një binom që nuk është shkëput hapave të ëndër së njerëzimit për një jetë më të mirë, më të rehatshme, më të këndshme dhe me kënaqësira nga më të mëdhat. Vera që pushtoi botën në atë periudhë ishte burim gëzimi, festimesh, sidomos i lirët kanë qenë edhe qeflinj, edhe i respektonin mitet, ritet pagane dhe shquheshin për pietar të Zot. Kurse për problemin e vajit, për fat të mirë, neve kemi dëshmimtarë dhe sot. Mjafton
të vem të shikojmë në gjormë disa ullinj që kanë ngelur në Atë autenticitetin e tyre, ullin të dikushëm, tipik, shqiptar. Dhe në shkallën e Tujanit, ku ka dhe Betorinë aty lashta, para ilire, para elene, para romake. Pra, edhe vështaria, po kryesisht ullishtaria, gjeti vëndin këtu. Dhe kjo e bëri Ilirinë popujt tjetonin edhe në situatat me ekstreme tjetë, si që ishte vetë Ulliri. Kemi edhe në Shqipëri 2500 vjeçare. Ku ndodhen këto ullin dy jetës? Në Tujan. Perimetri 63 metra. Perimetri i... 4 metra e ca diametri. Të futesh disa makina poshtë tyre. Në të qarat e këtyre ullivet mund të futesh një Fiat, një motor, e dalsh më tanë në rrënjët. Këto janë rojtër. Lullizon të atëre ullishtaria. Në mes jetën, më shumë se kaq, venecianët investuan për ngritjen e ullishteve të reja, duke parë kushtet e favorshme, tokat ideale për dhe cilësinë e pakrahasueshme. Në vendin tonë kishte institucione. Deri çfarë Dhe vitesh? për çudi, nga fillimi i këtij shekulli të ri, në vend të shkonin përpara vetëm mbrapa, këto institucione u çkërinë. Tani, këtu, ju vetë në kohën, kur keni qenë profesor, kur keni qenë studiues, edhe që vazhdojnë të jeni, po kur keni qenë dhe më juri, keni mbjellë, më keni thënë 500.000 bashkë me grupin e 500.000. Ullin. Po. Dhe Në cilat zona e keni mbjellë? zonat e mbjelljes së Ullirit në atë kohë ishin teritoret kodrinore të Bregdetit, Në Bregdet. që fillonin nga lumi Shkumbin dhe përfundonin deri në Sarandë. Tëra rrjedhjet e këtyre lumeve sillin me vete dhe mbanin Ullirin. Sa kanë betur për atyre tokave të mbjella me ullin? Unë ndesha me Ullirin, me gjithse vajta specialist vreshtash në fillim, por teritoret ishin bosh dhe vreshtaria kishte punë të lodhshme për të krijuar. Dhe në të kohë, qeveria, duke ndjerë varfërinë e masave, i kishte vënë një farë rëndësie, orientimi, vendime të rëndësishme në vitet 50-60, dhe unë dolla agronom në vitet 60, pikërisht 58, kur vendimet e qeverisë punonin në dobi të zhvillimit të Ullirit. Në asaj kohë janë mbjellë mbi 20 milion. Në ditët e sotme, profesor, me çfarë vështirësish, sfidash përballen fermerët, agronomët, në gjithmonë në rritjen e ullinjve? Pikat e dobta të ullishtarisë tonë janë të idhura nga pasojat. Dhe këto pasoja u lidhen me pronësinë mbi tokën. Përpara luftës së dytë botërore, ullishtaria ishte zhvilluar në këto vatrat e lashta, që sot i kemi monumente natyre dhe po i çkulin si pa të gjetë keq, po i sharojmë. Edhe Odisea e kishte shtratin prej një ulliri. Edhe ai kishte prerë, por e bëri shtrat martesor. Edhe që ti ishte i palëvizshëm, kur iku në luftë me Trojën. Neve historitë e Trojës i kemi e sot këtu. Këta ullinj, jo vetëm që nuk duhet të nëvlerësohen, të praktisen, por duhet të merren masa që shteti të japi një kontribut, një sakrificë për t'i rehabilituar. Ka dhe mos interesimi nga ana e shtetit. Gjendja që u trashëgua nga lufta e dytë botërore ishte katastrofale. Në atër kohën e regjimit Zogolian nuk u bë ndonjë investim. Dhe shumicat e ullishteve të kishin klasat e pasura, feudalët, velerët, agallarët, të cilët vinin këtu merrnin nisën e ullirit, vajt,
edhe pastaj ktheheshin në Vjenë ose në Perëndim vënë qef. Qartë, po. Edhe prodhimi i vajit është një proces më vete që ka pikpyetjet e veta, pasigurit e veta, njerëzit janë pak skeptik në momentin kur duan të blejnë një vaj ulliri cilësor të mirë. Neve, profesor, kemi sjellë në tryez 3 lloje vajrash. Përpara se të bëjmë pak testimi dhe të tregojmë se si duhet ta zgjedhin qytetarët vaj në shtëpinë e tyre, duhet ta zgjedhin. Një vaj do të zgjedhin, po se çfarë ka brenda dhe si të kuptojnë që është një vaj i mirë apo jo. Do doja nëse e kemi të mundur të lidhemi me Beratin, me Fitim Zajmin, nëse është apo jo, nuk e kemi ende, do ta kemi ndoshta më vonë, për të na treguar mbi karakteristikat, por më thuaj profesor, cilat zona prodhojnë vaj më të mirë dhe çfarë ndikimi ka kjo? Ke vaj dhe ke vera, diskutimet kanë qenë të ashpra historikisht, dhe ata që e kuptuan, vendet që i vynë më shpejt në civilizim, si që ishe italianët, spanjollët, e ushqyen, e pasuruan dhe e mbrojtën këtë pasuri, kurse neve për 10-15 vjetë e lamë në mëshirën e fatit. Vajrat më të mira krijohen atje ku ulliri ka vlerat e veta të rezistencës dhe thatësirës. Ku siguron lagështinë e nevojshme të mjaftueshme në atë shtresë që i nevojitet për ta marrë me lehtësi. Falë edhe mikorizës, një bashkëjetese që bën ulliri me kërpudha të caktuara, që jetojnë në sipërfaqen e rrënjëve. Këto kërpudha ushqehen nga rrënjët e ullirit dhe i japin ullirit ushqim për veten e vet me latë minerale. Po. E dyta, toka ku kanë qenë mbjellë ullinjtë, ka qenë gjithmonë kodrinore me diell. E thatë. Kjo është toka më e mirë për të rritur ullinjt? Po, kodrinore me diell, me përmbajtje të moderuar aciditeti, jo të theksuar. Një aciditet që të jetë në vjash, 7.5, jo në nivellet të dëmit. Tani, thostoja që ka një fermer për rritjen e ullinjve, sepse duhet patjetër vaditja, duhet të krastiten, kanë ato proceset e veta të mirëmbajtjes, të rritjes, derisa të kaloj pastaj tek procesi i mbledhjes së ullinjve. Faktori i tretë tani për ullirin, që e ka gjetë vetveten këtu, historikisht, për të paktën kemi gjurmë 3000 vjetë. Kanë qenë kodrat të cilat, duke pasur të kombinuar edhe praninë e humusit natyral, e kanë mbajtur lagështinë në periudat më kritike kur i duheshin ullirit. A ka sot humus natyral, profesor? Urdhë? A ka më sot humus natyral? Sot nuk ka, dhe një nga armitë kryesorë me të cilët ne duhet të përballemi sa më shpejt, mos bëjmë sikur se ndjejmë, është erozioni. Erozioni do t'i kthejë në shkretë të tjera, kodrat tona, që dikur ishin me kopshtet. Edhe udhëtarë si Ivlia Çelebia në shekullin e 17 të dërguar nga sultanat, habit që raportonin për Shqipërinë, për bollakun e madh të pemëve, të frutave, të vajit e të ullirit. Sot këto toka janë zëndësuar me beton, me ndërtesa. Ose janë pushtuar me këto getot moderne, ose nuk ekzistojnë tani si toka, s'mund të mbjellësh më, do të duhet që të mbrohen. Pra, që me tokën fillon, ligjimi tokën s'ka bërë pronar të vërtet dhe të lishëm. Pronarët i ka lënë pa prona, dhe ata që janë bërë të rinj, se kanë përgjenë nuk u dhimë se të e bu. Profesor. Tani, vetë vaj që thatë ju, që kush është mi mirë. Sepse janë disa varietete ullinjsh në vendin tonë, në zonat të ndryshme. Tani këta specialistët që kanë punuar, kanë regjistruar rreth 30-40 varietetesh. Në një kohë kur falë biodiversitetit, ndryshimeve natyrale, mutacioneve që pëson ullirin në përshtatje, është pasuruar me element
Dhe ne nuk mund të themi që i kemi varietetet të pastra, varietet si unitet shkencor. Sepse këta bazohen me grupime, me populata të ndryshme. Kalinjoti që është më i pranishëm në Shqipëri, me vlerat larta për rezistencën dhe i thatësirës, por me elementet tjerë pasaj të theksuar se qka periodicitetin, alternancën e prodhimit. Alternancën e prodhimit ishte armë parandaluse për ullirin. Që kur ti e ngarkonje i bije me qafë, a ju rezistonte dhe vinte një kohë që triumfonte. Prandaj të thonë, ka e të zitë e ullirit. Është kjo shpreja që e dëgjojmë Shpreja shpejt? të zitë e ullirit dhe thotë vështirësit që kjo ulli me gjithë se zbije shi, a i duron. E duron dhe tokën të thatë, shufore, Bjeton. pa gëlqere. Edhe i jep një ensemble të vlerave degustative, shijore, që i quajnë organoleptike. Të cilat... Faleminderit që na e sqarove edhe këtë pjesë, profesor, se çdo të thotë kam hequr të zitë e ullirit. Pra ajo është simboli durimit, i rezistencës, i ulliri shqiptar ngeli në mes të ferave vetë. Si në kohët zogut dhe në kohën tonë moderne, kur u dhanë para, u krijuan fonde, por sistemi kooperativist me ekuilibër të prishur nuk mund t'i bënde ballë. Ama u dhanë. Çfarë ngeli? Ngeli që ne të siguronin fidanat. Fidanat kanë qenë problemi madh. Kemi pasur 6 fidanishte, kemi arrirë të prodhojmë deri në 1, 2, 3 milion fidana në vit, të cilat mbilleshin midis ferave. Pra, ferat si u ndanë, jo vetëm kaqe, por për të mbajtur tani kurorën në prodhim, i pristin qatarët me sëpat. Duke prerë degët në shirtë fatit, ato thashë shpet dhe krijonin plagë dhe konkluzioni... Kjo dikonte pastaj dhe tek tërësia në fund. Prodhimi ishte alternativ. Kalinjoti i ka këto vlera, por i kanë populata. Studime genetike të mirëfillta nuk janë bërë, sepse nuk janë marrë njerëzit. Ne kemi pasur agronom me vlerë dhe në kohë të zogut. Mizafer Kallajgjiu. Si më shikoni të ardhmen e agronomëve, për shembull brezat e rinj, do arrin dot të jenë të marrin pak nga eksperienca e dikushme juaja? Eksperienca u zhduk se ekziston përdesa ikën institutet. Ne nuk kemi koleksione kombëtare, sepse falë biodiversitetit, varietetet përparojnë, pasurojnë, por nuk pasurojnë vetëm me klone ose me individë pozitive, po dhe me negative. Duke mos e njohur mirë këtë punë, neve kemi bërë dhe gabime, dhe sot, po të marrim kalinjotin, në vrojtimet që kemi bërë ne, kemi mbi 12 populatat të ndryshme, forma biologike, të cilat duhet të ishin koleksione krahasuese për të nxjerrë vaj. Derisa nuk është ai ligji që mbron kulturat tradicionale? Ligji, është e kotë që ne të flasim? Mbrojmë muzeet arkeologjike të tjera, me vështirësi, por harrojmë që Ullisharia është një muze i gjallë, dhe që dhe më të thotë ja këtu. Që ne të prodhojmë vaj, ta kemi për vendin tonë dhe ta eksportojmë. Profesor, mund të më thuash, mund të bëjmë një degustim edhe një njohje të 3 vajrave shqiptare? Me lejone që t'ju them. Si ta dallojmë një vaj të mirë, cilësor? Që të dallosh të mirë ose të keq, duhet të dish çfarë potenciale ka ai, çfarë mbresat të ka lënë ty në prodhim, sa kohë zgjat shëndeti i këtij produkti, që është në fakt lek i direkt drejt gabima. S'është verë, që është me proceset e fermentimit. Këtu nuk ka fermentim. Fermentimi këtu e sjell në prishje, në tjetërsim.
Ajo që ka di njerëzit është e ke bërë në të sot, apo e ke bërë në të Këta që ngrohtë? përfitojnë nga praktika e gjatë, përfitojnë në saj të ekzistencës të teknologjive të moderne, edhe digitale, të zbulimit të përbërësave të cilësorë. Në ratë parë, për të degustuar vajin e ullirit, i cili Profesor, shfaqet për të sqaruar, dy janë nga Berati, kjo është nga jugu, kështu që le të kuptojmë tani se çfarë vaji kemi marrë. Vajra që neve nxjerrim me metodat e reja, janë refleksion i tokave, i lëndës minerale, i bashkëjetesës me mikorizëm dhe me faktorët klimatik toksor. Klima ndikon, patjetër. Me ndryshimet globale klimatike, ulliri do t'i rezistojë më mirë nga të tjerët dhe nuk ka justifikim. Ngjyra që është e para, pra elementi i parë që do të dallim te i vaj është ngjyra. Si duhet të jetë ngjyra? Ngjyra duhet të jetë aq e ndryshme sa ç'është e ndryshme baza gjenetike e ullirit. Pra, fani. Si, çdo të thotë kjo, profesor? Pra sa kjo është baza gjenetike? Vaji i ullirit në ngjyrë ndryshon sipas natyrës gjeologjike të tokës, sipas sistemit të plerimit, dhe cilësive gjenetike që ka ai. Kështu që një vaj që shkëlqen nuk do të thotë se është më i mirë nga tjetëri në ngjyrë. Një ngjyrë që është gjelbëroshe pak, ai është vaj i ri. Ashtu, me nuanca të ndryshme, që shpeshherë merr të arta, grizo, më të errta. Këto i ka nga trashëgimnia. Profesor, do të vazhdojmë më njëherë pas publicitetit, kështu që shkëputemi për pak dhe rikthehemi për të treguar karakteristika se si duhet të zgjedhim vajin e mirë cilësor. Rikthehemi me profesor Petraqin, do të vazhdojmë tani të tregojmë elementet e tjerë të dallimit të një vaji cilësor që nga ngjyra shija e meradh. I lam tek ngjyra, profesor. Këto tre variante ngjyrash nuk tregojnë cilësinë e vërtetë, por janë shprehje e produktit të veprimtarisë jetësore të ullirit me natyrën, me klimën. Dhe këto ndryshojnë. Pra, duke mos janë dhe thelbësore për të përcaktuar cilësinë. Pra nuk është ngjyra. Një degustator patjetër që provon këtë vajin duhet të mos ndikohet nga ngjyra. Dhe ena në të cilën duhesh që unë ta degustonja, të ishte errët? Duhet të ishte blu. Blu? Pse blu? Blu sepse ajo i fsheh nuancat. Edhe nuk të le ty të rriqesh mbas bukurisë ngjyrës. E kuptova. Pra nuk është ngjyra përcaktuesja e cilësisë së vajit. Është densiteti, dëndësia, pesha specifike e langut, që tregon pasurinë minerale dhe këtu dalim ke vaji i ullirit, që është i vetmi produkt biologjik ushqimor nga të rindyrnat që ekzistojnë, më i pasuri me një gamë të tërë polifenolesh, gliseridesh, që e bëjnë atë të dallohet nga njëri tjetëri. Prandaj, gjithmonë, ngjyra kur bëhet dhe ndarja nga lumën e tëra, është vendimtare, është e përhershme, edhe mund të dallosh sepse është shprehje e klimave, e veprimtarisë reciproke, bim, tokë, klimë. Ndriçimi ndikon atje sëmundjet kryesisht që janë shumë. Mënyra si është mbledhur ndikon? Plaga më e madhe, mbledhja e ullinjve? Mbledhja e ullinjve ndikon sepse do dalin pastaj për të përcaktuar vlerën reale të vajit, që është kompletimi me këto komponent kimik që janë të shumtë. Pra, jo ngjyra, por dëndësia është primare. Dëndësia dhe është analiza kimike, fiziko-kimike. Gjë që qytetarët nuk e bëjnë. Gliceridet, acidet e ndryshme, për fat të keq ne nuk kemi laboratora. Po, profesor, mund ta provoni këtë vaj? Kjo është vaj me një dëndësi më të madhe.
Se sa vaj tjetër, që ka sidomos në këtë vit të thatë, Po. ka ndikuar shumë në cilësinë e vajit. Thatësia. Atje ku dhe s'ka munguar ujë, se në vendet tjera pasaj ka rënë në knockdown tani, Po. ku nuk ka pasur ujë. Atje ku në toka është lënë pa punë. Qartë. Ndërsa, ka raste kur ne kemi bler vajin dhe ai na djeg. Ka Tani, aciditet, rasti i djegjes, është i mirë apo? Rasti i djegjes varet me momentin kur neve vendosim ta vjelim frotin. Po. Kur duhet i vjelë froti? Në përgjithësi, ka qenë rutinë dhe si që ndorë njerëzit, që e lenin ullirin sa nëzjeshe. Jo vetëm që e lenin sa nëzjeshe, por edhe e vilnin dhe e mbanin të person të fermentime spontane, për të nxjerrë vajin duke e shtypur ullirin me këmbë. Me këmbë. Ulli me kam. Po, me kam. Si festa e ullit që bëhet dhe me rushin në ditët e sotme, po. Mi po, festa e rushit është simbolike në fermentim. Po. Po pastaj mbas fermentimit kalojnë tretime kimike në Qartë. ndarje. Kurse festa e ullit duhet të mbajt virgjërinën, prandaj quhet ekstra vergjine. Po. Që të jetë një varg, një varietet, që të ketë ekuilibër me aciditetin, me kriprat minerale, me sheqerin. Këto pastaj na nxjerrin në pa që vjelja duhet të fillojë ndryshe. E para, ullinjtë që destinohen për nxjerrje të vajrave të speciale, të klasit parë që janë ekstra vergjinit, duhet të vilen në momentin kur ka filluar zbutja e kokës nga jeshile në zverdhje me pika, zbutja, dhe do një njollë, gjyrë, uthulle, kafe, violet, në bisin, në majin e frutit. Por pjesa tjetër të jetë e gjelbër dhe Pra këto njolla të jenë të maja e frutit. Aty është ekstra vergjine. Kemi arrirë në ekuilibrin i një mori e acidesh dhe gliceridesh dhe polifenolesh me tokosferoli, me vitaminat e ndryshme, që ajruan maksimumin. Kaloj ky momenti. Kalon në gratë tjetër edhe në... Atëre kalon në fazën e pjekjes. Pjekje. Që vaj do jetë më i varfër, më Sasi më pak? i që ekuilibruar. Jo, sasi më shumë i bie. Jep vaj më Jep më shumë, shumë, por nuk ky ka vaj cilësinë është e pak çfarë. ekuilibër. Po. Ky ekuilibër është në favor të glicerideve dhe acideve që e i dhërojnë. Dhe me njerë të jep një gusto të pajishme, djegëse në qelsën, që vaj del jashtë sigurisë që janë ekstra vergjine. Bota sot konsumon vetëm ekstra vergjine. Dhe vergjine ose vaj të zakonshëm të rafinuar. Ose lampant që i quajnë për ndryshim kandilish. Po. Që është një... Neve kemi nga gjithmonë vaj lampant në Shqipëri. Se shatare ynë e linte derisa kalbeshe. Të piqesh e mirë aty. Ta shtypte Po në ditët e sotme problemi është dhe mungesa e punëtorëve, profesor, me sa janë ankuar dhe fermerët. Ka qenë rasti e ka dhënuar mbledhjen. Ata punëtorë nuk kanë qenë kaq të vështirë të gjendeshin. Se secili kishte aq ullinj sa i mblidhte dhe kishte aq pa punë sa që gra e fëmijë shkonin në vjeljen e ullirit. Po flas për ditët e sotme, me sa kemi dëgjuar dhe pyetur nga fermerët. Sot situata ka ndryshuar për arsye se lëvizja demografike, spostimi nga zonat malore drejt territoreve rurale, eksodi i vazhdueshëm, i fshehur, pagat e ulta, çmimet, ndikim, e paleverdishme, emigrimi dhe pagat, të përdosh tani të vjelesh ullirin e të kesh koston 800 lek për kile të dalë ulliri. Me 800 lek për kile nuk ke leverdi, sepse nuk siguron do të çmimin e lartë. Nuk mund ta keresh çmimin se ai nuk e ka cilësinë. E duhur. Prandaj, është fajtia. Me që jemi në minutat e fundit, profesor, do ta bëni një degustim dhe të më tregoni cilësinë e vajit, për secili ndoshta nga njëri tjetri është pak
e vështirë, sepse duhet të thyem atë shijen. Pra profesor Petraqi thaj që nuk është ngjyra ajo që përcakton cilësinë e vajit të ullirit, por mund të jetë dëndësia e tij, por mund të jetë shija e tij, edhe padyshim ja të marrim mendimin tuaj. Sigurisht nuhatja, shija që jep. Ka kaluar. Po? Edhe aciditetin e ka të ullët. Të ullët. Avash do të kaloj, ta që marim dhe këtë tjetërin. Ai tjetëri. Ai du tjetë më duket ai që është me aciditet të lartë dhe që djek dhe që ju thatë që e ka kaluar atë fazën e ekstravergjine si vaj ulliri, pra që kishte të bënde që tek mbledhja. Edhe enët me ngjyrë që ta ishte më mirë. Që mos ndikoheshit, pa tjetër që në enë blu, që nuk në bënd të ndikohemi për cilësin e ti. Edhe ky është defektos. Defektos? Po. është vjerë para kohë, shumë. I duhet tani një trajtim, 2 fish në presë, në shplarje, në makineritë, që të kaloj 2 herë, sepse është i pa pranueshëm për ta shitur atë. Ai që ka blerë atë ka paguar 310.000 lekë këtë vajin. Nga ai që ka prodhuar që ka shitur si vaj të mirë. Tani kjo është dëmi. Jo, është 310.000 lekë për sasi. Po vaj tjetër, se ai është një lloj tjetër i prodhuar. Profesor, mund ta kuptosh me shije nëse vaji është prodhuar në të nxehtë apo në të ftohtë? Kjo është në të ftohtë. Kjo. Pavarësisht se ky është më i hollë se sa vaji i parë, pra nuk ka edhe që te luga e dytë që profesori e shijoi, bie që ky është vaj i mirë, meqense ju provua 2 herë. Tani, ky është vaj më i mirë për mua. Ky është i moshuar, sepse duke qenë lang direkt vaj pëson modifikime. Po yri në fermentim, ose në prishje ekuilibri, ai deklasohet me njërë. Po, pse thuhet që sa po e ble vaj nuk duhet ta vendosësh fillimisht në ato enët përfundimtare, po duhet ta lësh pak kapakun për disa ditë të hapur, gjysmë të hapur, që të largohet aciditeti. Duke qenë i mbyllur, zhvillohet fermentimi dhe dekantimi i eshtur. Po. Që e detyron se vaj, duke mos lëvizur, të dekantojnë numrat të vjen poshtë. Dhe këto pastaj përcjellin ke vaj tjetër dhe që duhet ta filtrosh. Ka humbje të madhe, erën e keqe që nuk hiqet. Tani, çfarë bëhet me vajrat? Me vajrat bëhen falsifikime të rënda. Cilat për shembull? Në tërë botën, tek ne. Falsifikimet kanë të bëjnë me përzierjen e vajrave tjera, kryesisht. Çfarë shtojnë? Çfarë lloj vaji? Palme? Vaj palme, vaj avokadoje, që janë më të lira, edhe vajrat e tjera, vaj kikiriku, vaj lule djeli, që të kenë, se ato tëra janë më të lira. A duhet të skuqim me vaj ulliri, profesor? Me vaj ulliri mund të skuqish gjëra të lekta, jo të rënda, për një kohë të shkurtër sa të japësh kolorin dhe ekuilibrit të pjatës. Duhet ta largosh. Se e humb vlerat komplet. Përveç se humb vlerat është kancerogjen? Po përderisa themi humb vlerat janë pikërisht se këtu është zhvillimi në shëndetin e njeriut, një vaj i tillë i denaturuar, nxit kancerin, edhe kanceri i hirit, edhe prostata, edhe problemet kardiovaskulare zhvillohen. Domethënë, vaji i ullirit ka një ndikim të theksuar dhe sot si produkt nuk përdoret vetëm për të gatuar, edhe për të konsumuar, por përdoret dhe për të kuruar si terapeutik, sidomos për sëmundjet e zemrës dhe kancerin. Rastet janë më të pakta. Sidomos ai vaj që ju përmendët, ai vaj ekstravergjine, esëll, me pak limon për 2 lugë. Edhe kombinimi me lëng limoni, ka receta pasaj të veçanta. Pa fund, me që japin specialistët. Profesor, na përfunduan minutat,
Ju jeni një enciklopedi e gjallë për t'ju pyetur e për të mësuar më shumë rreth këtyre temave të cilat lidhen të drejt për së drejti me shëndetin, duhet të thënë. Por unë ju falenderoj dhe ju ftoj një herë tjetër që të flasim edhe për verën, edhe për vreshtat. Një tematik tjetër e gjerë. Faleminderit, profesor. Tematika e ullirit është e dhimbshme tani, sepse flitet shumë, po prishja e instituteve vetë. Nevoja për ngritjen e një qendre kombëtare të certifikimit të analizave. Qartë. Nga uja, apo tjetër si të bëjnë. Mund më thuash me 2 fjalë sekretin tuaj të jetësisë, 90 vite dhe aktiv. E pare punës, unë e kam pirë verën që 6 muajsh, që 6 muajsh? 5 vjeç, po. Ma, sepse ne kemi pasur vresht kantinë, e dyta, mamaja ime nuk mi jepte verë të gatshme, po jepte mushtin. Mushtin. Për shesh. Edhe banja për shesh. E para. E dyta, duke pasur kopshtin në rrugën që shkon për Ziqisht, po, varet e dëshmove që këta, unë isha midis frutave, mollëve, kajsis, pjeshkës, rushit. Pra, frutat më kanë ndihmuar shumë. Dollë dhe agronom që e kisha qef, që isha midis vreshave të tërditër. Diku një bajame që thujet vetë, diku një pjeshke që sa po është pjekur. Pra, lidhja me natyrën. Natyra të bën, ja. Se natyra di se shbën. Edhe puna dhe pasioni që ju i keni dedikuar gjithë jetën tuaj, kësaj fushe. Faleminderit shumë për bisedën. Kënaqësi që erdhët në Rezën tonë. Faleminderit profesor Petraqi, ne do të shkëputemi. Faleminderit dhe juve për vëmendjen. Morëm këshilla të vyera prej pionerit të agronomisë shqiptare. Faleminderit dhe një herë, kalofshi ditë të bukur.